Nga patosi në 26 vjetorin e krimit të degës së Partisë Demokratike, nën kryetari i kësaj force politike Edmond Spaho akuzoi qeverinë Rama se nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet e bëra kur mori pushtetin. Spaho tha se kjo qeveri nuk ka përfunduar dot as punët e lënë në mes nga paraardhësit e saj. Na premtuan që do të hanë me luk Floriri në 2013, që do të hiqen taksat për 97% të shqiptarëve, por në fakt na vendosën 4 vite edhe 5 milion taksa të reja. Na premtuan rrugë, shkolla, spitale, kanalizime, durave të bardha dhe të zeza, në fakt nuk kanë mbaruar as ato që u lam në proces në vitin 2013. Nga ana tjetër, kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Belind Kolliçi akuzoi qeverinë si të lidhur me krimin pas deklaratave që përfaqësues brenda koalicionit bëjnë për njëri tjetrin ditët e fundit. E kemi parë fare mirë edhe këto 40 orët e fundit akuzat e ndërsjellta midis ministrave brenda kabinetit e Edi Ramës, se flitet për kanabizim të vendit, për trafik të kanabisit të mirë organizuar nga policia e shtetit, ku ndërkohë kryeministri vijon me arrogancën e tij tipike, thotë që të lejnë karvan ecën përpara. Në këtë 26 vjetor të formimit të Partisë Demokratike, dega Patos kanë marrë pjesë shumë demokratë të qytetit naftëtar, nga ata që e themeluan këtë degë 26 vjet më parë, si edhe shumë të rinj.